Të nderuar shikues të Star Plus, në minutat në vijim do t'jeni me mua Teodor Gjergën në studio hapur, e cila siç e kemi prezantuar edhe në emisionet e tjera, në këtë periudhë do të jetë fokusuar tek fushata zgjedhore, tek zgjedhjet e 11 majit. Pa humbur shumë kohë do të prezantoj të ftuarit e ditës së sotme, janë dy miq të mi, kolegë, gazetarë me të cilët do të ndajmë ide dhe diskutime se takon fushatës zgjedhore, se si po zhvillohet ajo deri më tani dhe çfarë pritet të ndodhë kur kanë mbetur vetëm 10 ditë nga finalizimi i saj. Atëherë, leoni t'i prezantoj Bruna Dibra, gazetare, përshëndetje, dhe Simon Shkeli, gazetar. Përshëndetje, Dori. Atëherë, pa humbur shumë kohë, e filloj me ju, Bruna. Si mendoni se po zhvillohet deri në këto momente fushata zgjedhore, si duket klima dhe a duket se ndihet në qytet, le themi në rrugë apo në diskutimet e përditshme që do të kemi zgjedhje? Tani, duke krahasuar me fushatat e tjera, shoh që këtë radhë, domethënë, njerëzit janë ndoshta edhe më tepër indiferent, ka shi zhvillime politike apo edhe fushatës elektorale, sigurisht edhe mungesa posterave apo edhe dekoreve të cilat jemi mësuar rëndom në fushatat e mëhershme, zbejnë këtë atmosferën, le të themi, të situatës apo të kësaj situate parazgjedhore që kemi për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Megjithatë, unë në përgjithësi, për sa e kam përcjell këtë fushat, e vlerësoj të qetë, deri diku të paktën në qarkun e Shkodrës nuk ka patur incidente, nuk ka patur probleme gjatë takimeve, qoftë edhe të vetë kandidatëve të forcave politike, ashtu edhe të drejtuesve të tyre, sikurse edhe në kontekstin e incidenteve, le të themi, edhe në nivel militantësh apo mbështetësish, nuk kemi pasur të tilla përballje, siç mund të kenë ndodhur në një incident i izoluar në Qarqet apo në zona tjera. Për kundrejt kësaj, sigurisht që unë e shoh edhe si një fushat të vakt, pasi mungesa ndoshta e përballjeve apo debateve të drejtë për drejta mes kandidatëve, pse jo në nivelet të televizioneve lokale, por edhe të liderëve të forcave politike në nivel të televizioneve kombëtare, besoj që biem në atë reminiscencë ose le të themi në déjà vu të fushatave të mëhershme, pra sepse prej kohësh tashmë debati mungon midis forcave kryesore politike për mësuar, le të themi, qoftë edhe alternativat e tyre, programet e tyre, por edhe për të ballafaquar, le të themi, edhe qeveria që është në pushtet me çfarë ka bërë, çfarë ka premtuar dhe çfarë nuk ka arritur. Duke munguar një ballafaqim i tillë i drejt për drejt, mendoj që ja hub, le të themi, deri diku edhe sensin ose qëllimin që ka fushata elektorale, sepse me të tilla takime të izoluara vetëm me mbështetësit e tyre, duket me një skenar përgatitur, duket gjithçka domethënë shumë e kuruar dhe jo e natyrshme, sikurse janë edhe montazhe televizive që dihet, domethënë që është fenomeni që qohen kronikat e përgatitura. Pra, domethënë, unë nuk shoh ndonjë ndryshim, nuk shoh ndonjë risi, por përgjithësi është e qetë. Simon, shumë vite ke raportuar për fushatat ndryshme. Për fat mirë, Dori, si unë si Bruna, vim nga ajo koha atyre gazetarëve me ato kasetat VHS, do hanë montazhin me VHS, të regjive lineare. Dhe ka qenë shumë më e vështirë puna, po për ne gazetarë po ka qenë shumë më akëndshme, ç'është e vërteta, shumë më mirë, shumë më produktive dhe fushatat pavarësisht në fakt paktën që nga viti 2005 këndaj ka pas në diskursin politik ose në fjalorin e kandidatëve të caktuar ka pas akuza dhe kundër akuza, por nuk ka pas kësi përplasje. Ka pas ndër vite Bruna përplasje tek qendrat e numërimit, pothuajse rastet izoluar ose të atyre militantëve të cilët donin të tregoheshin të mirë me shefin, pastaj bllokim një qendre votimi se nuk i delte hesapi një kandidati, u bashin këta lojna, po sot jemi në situatë krejtësisht ndryshe. Jam shumë dakord me Brunën, na bën e kandidat kanal pedonale.
kanale kanë bërë pedonale, shetisin pedonale, futen në për butik, futen në për gjana, njëni thot sa bukur, ke arrit sukseset mira në qeverisin ton, tjetri thot futet mërën, kjo qeverisje ja u ka shkatru biznesin, pra, shife, Shkodra, sa është e vogël është edhe e madhe. Unë nuk shof që qoftë të majtë, qoftë të djathë, të shkojnë tek votusi, dhe të shkojnë tek votusi me një ofertë konkrete. Pra, ne kemi një diçka të centralizuar nga qendra. Partia Demokratike ka një program të vetën që e ka hellë në ofertë, që është programi i Shqipërisë Madhështore, 100 ditë që i parë ku do të realizohet ajo paketa edhe mshurisë, nga ana tjetër kemi Partia Socialiste ose Shqipëria vitit 2030, kur do të bëhet integrimi ajo me atë pasaportën evropiane. Ndërkohë që vëre që ajo që po shkon drejt degradimit total, për fat të keq, është ai kurimi me regji. Sepse po të hapim Facebookun, edhe Bruna, edhe unë, edhe ti, e dim që në një takim të X force politike kanë qenë 4 kandidat. Ndërkohë, hap Facebookun e tyre, me të thonë menja këtë takim e ka organizuar i vetë. Njëri kandidat. Hap Facebookun e kandidatit tjetër, me të thonë menja ka bëj vetë. Pra një lloj mishmashi, një lloj gare këto koordinimin ndoshta. Jo po, shive. Ja, është çështje protagonizmi. Çështje protagonizmi. Kanë postime shumë bukura të kuruara, mirë thot Simon, më fal Simon, po nuk kanë kontekst domethënë. Edhe duan të shiko, unë jam krejt dakord sepse fushatat elektorale edhe vetë kandidatët absolutisht është ai 15 minutë që zgjat një muaj fushat, domethënë është absolut e bën atë protagonist kryesor. Por ti duhet domethënë në këtë ajo nuk të dhurohet protagonizmi, duhet edhe ta fitosh. Dhe mungesa le të themi unë kam parë, unë po e përcjell bëja gjë, dhe nuk shoh shumë pa kandidat shoh në për studio televizive të cilët flasin, për një program të tyrin, për një vizion, sepse okej, si shta dhe Simoni, ka një partia politike ka, por realiteti i Tiranës nuk është i njëjtë me realitetin e Shkodrës. Dhe ti nuk mund ballafaqohesh me çfarë ka investu bashkia, apo çfarë nuk ka investu bashkia. Unë do doja që të kisha në studio, në cilën do studio televizive, të shifja një ballafaqim prej 2 kandidatëve të njëri Partisë Socialiste, tjetri Partisë Demokratike. Dhe në këtë rast kemi mundësit të cilat janë në studio të dalin, për shembull, Edona Bilali, e cila është deputete, ka qenë dhe ministre, dhe Bars Pahia, ka qenë deputet, ka qenë dhe kryetar bashket, të dalin dhe të ballafaqohen, njëri me tjetrin, dhe t'ja u tregojnë qytetarëve ofertën, ose të dalin X deputet me X deputet tjetër. Pra, po marrim shembull, sepse as Edona Bilali, po as Bars Pahia s'kan pikë prej hanet. Unë nuk pres që të dalin dhe të më mbrojnë programin dhe arritjet e Partisë Socialiste një kandidat i listës së mbyllur apo të hapur i cili një ditë bukur veç kur u bë kandidat për deputet. Ose një kandidat i listës së hapur apo të mbyllur të Partisë Demokratike i cili një ditë të bukur u bë kandidat për deputet. Por të dalin këta të cilët kanë peshën politike mbi vete. Në këtë rast, mund të dalin i pari listë si Partisë Demokratike me të parin e listë Partisë Socialiste dhe të ballafaqojnë programet e tyre politike. Dhe qytetarët duhet të zgjedhin, siç ndodh në botën e qytetnume. Por këto lloj sfilata që po na i bajnë kandidat, ne gazetarëve na e kanë bërë shumë atleta. Mos vallë kjo lufta për protagonizëm niset edhe nga fakti i listave të hapura sistemit zgjedhor, që po krijon xhelozi edhe brenda partive politike në vetvete, brenda dhojit. Po ka një problem. Apo e dëmton në optikën tuaj apo po ndihmon fushatën elektorale. Ka një problem Dori, sepse si unë, si ti, edhe si Bruna e dim se vota mlidhet kokër kaj kokër. Qytetar për qytetar, votus për votus, duhet shkosh ta shikosh votusin në sy. Duhet rish me të, duhet ja spjegosh se pse ai duhet votoj ty dhe partinë cilën ti përfaqëson. Nuk mund të fitosh me like dhe me komente në Facebook dhe me share në Facebook. Nuk bëhet fushata dhe ne kemi fokusu këtë. Ne e dim, studiot e PR-it të partive të ndryshme politike, të vjen mesazhi aty, sa më shumë share, like dhe komente. Dhe pastaj çohen ata komentuesit anonim, të cilët ta hapin listën e shtëpisë, kështu bukur librin e shtëpisë, nëse ti komenton
diçka negative të X forcë partije politike, por kjo nuk është. Dhe adim se bëhat kjo? Kjo bëhat për me tërheqë vëmendjen tek problemet reale që janë. Dhe sot qytetarët mendoj se duhet të ulen dhe të mendohen dhe t'ju ofrohet ofertat reale nga forcat e ndryshme politike. Që për fat të mirë, sot sa shohun votuesit të paktën në Shkodër, krahasu me votuesit e viteve më përpara, ku kemi parë se kanë qenë më shumë të orientuar drejt tifozllëkut, sot janë më pragmatistë. Dhe shohin më me pragmatizëm atë votë se ku hedhin. Të paktën unë ndjej, sepse jam njëri që rrin qytet, eci sado kudo, dakord, jam me X forcë politike, jam i djath, jam i majt, unë po, por në fundit, thot, deren kur e mbyll, hallet e mia nuk mi qanë askush. Dhe pastaj mendon se si do të votoj. Por ama që ti mash votën, ati nuk mjafton të postosh në Facebook. Dhe dukesh bukur ti, do t'i shkosh të dera. E shumë mirë, pak më parë qytetarët po shikojnë programet, por në fakt a ka programe, sepse me sa duket lehtësisht verifikohet në profilet në Facebook, në Instagram, ku prodhojnë shumë bukur imazh përmes reelsave dhe fotove, por janë të buluara me audio zanore dhe nuk ka askund program. E keni vërejtur diçka të tillë? Unë atë thash, domethënë që pjesa më e madhe e postimeve absolutisht që janë përcjellin imazhe, domethënë edhe atmosferë, se cila parti duket, domethënë të dyja po marrin partitë kryesore, domethënë duke lënë mënjan, i padash të anashkaloj partitë e vogla, por gjithmonë në kontekstin e polarizimit më politik që është në Shqipëri, që diskutohet gjithmonë ose njëra ose partia tjetër, ose PS-ja ose PD-ja për të ardhur në pushtet. Dhe shohim domethënë që të dyja palët duket, domethënë të dy flasin, asnjëri nuk e llogarit humbjen. Të dy palët flasin si fitues në këto zgjedhje dhe okay, domethënë është çështja e optimizmit e njëri tjetrit, sepse jemi në një fushatë elektorale dhe gara është, domethënë, dhe secili, por në mënyrën se si e përcjellin, domethënë duket sikur të dy janë fitues, domethënë, dhe nuk ka në as pak kontakt. Domethënë, në shumë pak raste unë kam parë shumë pak kandidat qoftë edhe në media sociale, sepse absolutisht nuk është se i kam përcjellë, këtu e kam jo vetëm për në Shkodër, flas edhe në rang kombëtar, shumë pak kandidat ka një program ose të paktën një vizion të tyre. Nuk është ideja që të bëjë një program mirëfillt. Ato mund të kenë edhe 2-3 pika, domethënë një kandidat që të jetë orientuar për fuqizimin pse jo të turizmit malor ose për arsimin profesional, domethënë, sepse aty e sheh, le të themi, atë idenë për të zhvilluar një zonë caktuar ku ai është sepse edhe pse nuk kemi të bëjmë me një mazhoritar të mirëfillt, domethënë pak a shumë këto i kanë nda zonat. Secili kandidat domethënë mulon një zonë caktuar. Ne kemi pas përpara se me Bruna e mban mend përpara kur shkoshim tek forcat politike dhe i thoshim këtë javë, këtë ditë do kemi temë ta zëmë ekonominë. Kush do mvi nga forca jote politike, shtabeve elektorale dhe silleshin kandidat ose përfaqësues, të cilë fliqin për ato programe që ishin, pra po fliqin kurse sot ke pati edhe në media kombëtare debate për ekonominë, për shëndetësinë. Jo, ti edhe në takime, sepse unë e di, domethënë, paktën edhe gazetar, aty flasin kandidatët dhe në raste shumë të ralla flasin qytetarë që mund të përcjellin një problematik. Kishim takimin për shembull me kryeministrin, që ishte një debat me qytetarin, që i shpreh një ankesë caktuar, domethënë pavarësisht problematikës që deri diku ishte e drejtë, sepse normalisht nëse ti pretendon për se të ka marrë rishfet, duhet të drejtohesh organeve caktume, dhe deri këtu jam dakord parimisht, domethënë, po mënyra domethënë se qasja e kryeministrit ka shi qytetarit, i cili në final domethënë ai kërkon zgjidhjen tek numri 1 i qeverisë, i vendit të tij, domethënë me të drejtë, nëse zyrat e tjera i ka gjetur mbyllura, domethënë. Po pra, por ama do të them këto, domethënë që shumica e kandidatëve edhe në takime, qoftë edhe të opozitës, sepse normalisht domethënë se opozita ka shumë më thjesht që mbledhë edhe problematikat. Po unë shoh, shkojnë, flasin, domethënë, kanë një atë shtrëngimin e durve të tjerë dhe i ikun. Domethënë, raste shumë tralla, përveç këtyre takimeve që mund bëjnë ecjet në për biznese apo në për lagje të caktuara, kur janë takime kështu, domethënë me panel, nuk ke përballje ose komunikim me qytetarin për të marrë problematikat, në shumë raste kanë edhe mungesë informacioni, nuk di, domethënë, sepse normalisht kandidati kur shkon në një X takim mendoj që duhet të jetë më përpara informuar, pak a shumë me mangësi që ka kjo zonë, dhe në mënyrë që të jetë edhe më i prekshëm, që të arritet qytetari domosdoshmë. Nëse t'ia përmend problematikën e parë dhe i thotë që unë do ta
do ta çoj zanin për këtë gjë, do ta gjej zgjidhjen për këtë gjë, absolutisht. Në këtë mes, domethënë, pra në këtë rast, domethënë, është ajo duket është thjesht fasad, më thënë, ai takim është thjesht, është shmëruar, është shumë sipërfaqësor, vetëm thjesht për të bë këtë lajmin në televizion ose për të nxjerrë atë materialin në media sociale, por jo realisht për t'i marrë votën atij qytetarit, domethënë. Përpara ne mbajmë të paktën në fushatat për zgjedhjet lokale këtu në Shkodër ishte shumë interesant. Ta zëm, këto lëvizjet që i bëjnë kandidatët sot u bënin për shembull në X zonë caktuar paradreke. Shkonte kandidati X force politike, i PD-s apo i PS-s, dhe bën televizje paradite. Pra paradite takonte njerëzit, cilët ju parashtronte me aq sa ka. Pas dite bënte takimin, mitingun me gjithë zonën. Dhe aty un kam parë raste që kanë qenë shumë të mira. Kam parë raste që pavarësisht se mund të mos ishin mbështetës apo militant apo simpatizant të forcës politike që përfaqësonte, po dilnin banorët e lagjes, sepse në fundit ka arë kandidati në zonë, sepse u pregadiste, sepse në fundit po, ka arë sot dhe na ka thënë që do bëjmë këtë për këtë zonë, sepse këto probleme që i kanë, dhe ne mund të izim, hajtë shkojmë ta dëgjojmë. Pra, kurse sot, unë nuk e di se si po bëhet kjo fushat, është një lloj turlijet aty mbrapa, pozijet, diçka, se cili torre vrap, nga cili shkon një kandidat, e ban një po them unë, ban 2-3 takime të bukura ose ban një diçka të bukur, shkon në nesër kandidati tjetër, i anës tjetër, dikush tjetër në anë tjetër, dikush tjetër, nuk e di se ku, shkojnë në për butik, shkojnë në për këta, veç kur i ditë kur të fillojnë të bëjnë sfilata modët, këtu se suka me gjë tjetër. Sepse realisht unë do doja, sepse shive, ka një problem me përjashtim të disa që janë politikan në Shkodër, që janë më të vërtet politikan, qoftë në Shkodër, qoftë në nivel kombëtar. Pra, unë nuk po shoh të artikulohen programet. Mire keq, Partia Demokratike ka nxjerrë një program, dhe, po nuk mund t'i lehet Luciano Boçit që ta shpalos atë program, dhe nuk mund t'i lehet në nivel kombëtar vetëm Sali Berisha ta shpalos atë program. A kupton? Mire keq, Edi Rama ka thënë pasaporta evropiane. Nuk mund t'i lehet Edi Rama që t'na shpjegoj ç'është pasaporta evropiane. Po drejt ta haj, janë gjithë ata kandidatë, hajde ma spjegoni, sepse ne na duhet pasaporta evropiane. Dakor, dhe kanë pasaportën evropiane, e çka? Ma spjego. Pra unë duhet ta di se pse të votoj ty me që t'jetu më thonë. Ku nga problemi grup kapitujve? Sepse ne nuk po merrem me thelbin, nuk merrem me thelbin, nuk merrem me problematikat cilat janë reale për qytetarët, cilat do t'jenë ato përfitime që ti ke, standardizimi i ligjeve dhe aplikimi dhe zbatimi i ligjeve të standardizuara dhe të parafruara me vendet e Bashkimit Evropian. A do thot kjo jetë më mirë për mu? Po patjetër se do thot jetë më mirë për mu. Pra hajde ulu, ku janë problemet, pse ne nuk ecim? Po sot ende kemi met në të njëjtën nivel. Njëra palë thot fajin e ka Berishas, dhe ka kthy bufi, tjetra palë thot fajin e ka ai tjetri, njëra palë thot bufi knes, tjetri thot Rama ik, edhe jemi këtë nivelin e batutave. Ka dalë edhe i tjetër që thot o Rame, edhe kështu me selfie, 7-7-313, dhe jemi në nivelin e batutave elektorale, nërkohë të ofertave konkrete. Unë pres oferta konkrete. Kemi, përthuj se më pak se 2 javë. Simon, kemi pyetje konkrete. Pas 2 javë janë zgjedhjet, dielën tjetër. Po, edhe 10 ditë. Pra unë e Bruna dim shumë mirë se kemi qenë në terren me qoftë dhe kandidati më i dobti në 2005-ën, në 2009-ën, po të paktën janë ule, kanë folë, kanë diskutu dhe kanë pranu, jo vetëm nga kandidatet, por përfaqësues forcave ndryshme politike kanë ardhur në debat, të cilët kanë mbrojt programet dhe ofertat politike të tyre, qoftë nga majta, qoftë nga djatha. Pra nuk e kanë shmang debatin. Të paktën në studiet ku unë e Bruna edhe i kemi organizu. Sot nuk shoh debat, sepse debati e zhvillon procesin politik. Fakt mungesa e debatit duket që ka kohë që ka nisur, studiot ndoshta me udhëzim partia, po nuk e di, janë praktikisur nga kandidat. Përballjet e fundit kanë mbi 15 vite që nuk kanë ndodhur në Shqipëri. Simon, po të bëj një pyetje konkrete. Mendoni se kanë gabuar diku dy partitë më socialiste dhe demokratike deri tani në fushat në qytetin e Shkodrës, por dhe në kanë gabuar diku
në strategjinë e tyre, por dhe në mënyrën se si po i servirin programet e tyre kështu publikut, kështu votuesve. Dëgjoj. Për mu, gabimi më i madh që bëjnë forcat politike, dy partitë politike, është se njëna thot ne jemi të fituar se kemi bashkinë dhe kena fituar bashkinë e Shkodrës dhe bazohen në rezultatin e 2023-shit, dhe tjetra që bazohet në rezultatin e 2021-shit dhe harron 2023-shin, dhe kjo që i bazohet rezultatit 2023-shit harron 2021-shin. Dhe kjo është gafa ma madhe që mund bëhet. Tjetra, gabimet më të mëdha për mendimin tem, shumë përfaqësues në gjitha forcat politike, se këtu nuk po i përjashtoj, po qoftë PD-ja, qoftë PS-ja, qoftë gjitha forcat tjera politike, ka njerëz të cilët janë në lista, janë kandidat, të cilët dakor, mund mos jenë përfaqësues politik, po përvojë politike duhet të kenë. Totalisht pa përvojë politike. Nuk më mjafton mua një përfaqësues i një X force politike i cili ka një CV të mirë. Po dakor, CV të mirë, po e ka CV-n e mirë, është djalë i mirë, është e shtëpisë mirë, është e familjes mirë. Unë motrën kam martuar me të, s'kam motër tjetër. A kupton? Edhe ti. Bruna, si mendon? Se duhet përvojë kjo punë. Përvoja politike dhe përfaqësimi. Po, dakor, hekim përfaqësimin. Përvoja politike duhet jetë. Tu ke kandidat që se ka bën një fushat në jetë, as më shiku të paktën në televizor. As nuk ja ka idenë se çfarë do të thonë fushat elektorale. Dhe a fut për mu bën deputet. Unë mendoj që gabimi, domethënë, paktën të marrim sistemin, domethënë partinë majoritare, atë që ka edhe qeverisjen dhe që lufton për mandatin e 4. Domethënë, mendoj që gabimi i parë taktik ishte ndoshta zgjedhja e kryetarit bashkisë drejtues politik, domethënë sepse këtu edhe përzihen këto gjëra, domethënë shohim akuzat e Partisë Demokratike që më shumë sulmon bashkinë se sa qeverinë dhe harrojnë që këtu janë zgjedhje për kuvend dhe nuk janë zgjedhje për bashkinë. Është edhe gabimi tjetër që në vend që të reagoj bashkia përmes zyrës së shtypit, reagon partia. Pra këtu ka. Në kuptimin e asaj të kjo pjesë, domethënë kanoni Partia Demokratike, për mendimin tim ky është, domethënë, akuzon Partia Demokratike përmes zëdhënësës së vet. Po pra, në aspektin e strategjisë, mendoj që dhe del Partia Socialiste, Unë mendoj që kryetari i bashkisë duhet lihet bënte punën si kryetari i bashkisë dhe të vendosë pse jo dikush tjetër drejtues politik. Jo pse Beneti nuk e bën mirë, domethënë, por në kuptimin e asaj është kjo çështja thash, domethënë gabimi strategjik edhe në deklaratat dhe kundërthënie që bëhen nga secila palë, ku përzihen punë, domethënë akuzohet bashkia më shumë se sa qeveria, në këndvështrimin tim, si qytetare, sepse unë normalisht të them shumë herë, domethënë këto janë zgjedhje për kuvendin e Shqipërisë dhe normalisht në provim këtu është Rama, nuk është Beci. Beci ka më kanë mas 2 vite. Mandaj merret si model qeverisjet. Ky 2 vjeçar i zotit Beci, domethënë me investimet e gjërat e tjera, ato jam dakord, domethënë që mund ta shfrytëzojmë pse jo Partia Socialiste, me thënë që 30 vjet këto banen kët 2 vjet këto ne, domethënë banë 1 2 3. Kjo është hesap tjetër, për ama që të përzihet kjo pjesa në aspektin mu më shduk paksa e koklavitun, në më thënë edhe ndoshta jo një gjetje strategjike e duhur. Nërsa, dhe pika 2 që unë kam rezerva, dhe më thënë është kjo pjesa e takimeve, me gjithse kanë fillu i fije me regullu këtë pjesë, takimet individuale. Unë mendoj që janë shumë ma efikase që të bëhen këto takimet me shumë kandidat, sepse në finale, pavarësisht se por përderisa kemi listë mbyllur dhe listë hapur, më fare mirë mund të kemi preferencë një tjetër kandidat, e zame, partisë politike nga ai që mund të jetë caktuar në zonën ku unë banoj apo ku unë kam për të votu. Dhe në këto kontekst unë mendoj që do të kishin qenë shumë më efikase që të bëheshin takime në grup, me thënë kandidatëve, pse do të vinë ato të malësisë madhe, ndoshta ato të pukës pastaj çështja e territorit është hesap tjetër, por megjithatë kuptimin e asaj edhe mandaj të jepej më shumë hapësinë kjo pikërisht ballafaqimin me qytetarët, edhe këto fjalime, domethënë bëshin këto takimet e mëdha dhe jo këto takimet me grupe të vogla janë shumë efikase edhe këto, sepse takimet sy më sy absolutisht, por paralelisht, pra, takimet e vogla ose derë më derë që bëhen, me qytetarin, sikurse edhe këto takimet masive dhe në grup. Partia Demokratike deri diku e ka zbatu këtë pjesë, me thënë për pjesën e takimeve në grup, me thënë kandidatëve dhe jo duke i dhanë prioritet takimeve individuale,
më menan sa ka më përkthy kjo në rezultat është hesap tjetër, por unë mendoj që të dyja janë efikase, dhe dhe nuk duhen në nashkalu, dhe këto mitingjet, jo do mos dëshmërish me 5.000 vete, po në kuptimin që tjenë gjithë kandidatët që të flasin. Ti do të shkosh në Xhabije ku jeton Bruna, mbrapa pallateve në Xhabije, në ora 5 do kanë takim kandidatët e Partisë Socialiste ose të Partisë Demokratike. 20 banor, duhet, mendoj unë, që për 20 banorëve nuk është se e thonën se janë 20 përkatës të Partisë Socialiste ose të Partisë Demokratike, po të paktën nga balkoni do dalet çoh se çfarë flet ky për lagjen teme. Se marrim në listën e mbyllur, e zam, çoh se ka për të nxjerr, do thën 4 deputet apo 5 deputet Partia Socialiste. Mitingjet politike. Asnjë forcë politike në botë nuk i ka shmangë dot asnjëherë. Jo, Simon, është edhe çështje informacioni, për shembull, kandidati i Malësisë Madhe që është e lista mbyllën e Partisë Socialiste ose Ramadani, po nëse se Ramadani ka përvojë. Për fund mund ta njohin deri diku edhe territorin edhe në Bashkinë e Shkodrës, edhe pse ka drejtu si kryetar bashkiet në Malësi të Madhe. Po e zam, domethënë Bujar Rexha është sparit, domethënë vjen edhe nga diaspora shumë mirë. Pse të mos ketë ai takime e zam të hapuna edhe në Shkodër, domethënë edhe me njoftë edhe problematika që ka bashki, po thona ne qyteti Shkodrës ose në Vadajs ose në Puk apo në Fyshars, sepse normalisht domethënë votat ose nesër ai ka për të kenë deputeti jo thjesht i Malësisë Madhe. Po ka me kenë deputeti i Qarkut të Shkodrës dhe në këtë kontekst mendoj që është shumë më mirë që kur këto takimet bëhen bashkarisht, paktën për pjesën që ka ngel, jo domosdoshmërisht për ditë, po 2-3 takimet bëhen në nivel bashkisë, ku të jenë gjithë kandidatët bashk, në mënyrë që edhe të njihen me elektoratin e tyre, nesër, domethënë edhe me strukturat, sepse ai mund bëhet edhe drejtues politik edhe nuk njeh socialistët e Shkodrës apo të Vadajsit. Në fundit me një fjalim ai mund ta marrë një vot. Ndoshta një votues i cili s'ka dashur me votuas partin, po me një fjalim ta ka kthyr një vot. Kjo është çështje organizimi, po në kuptimin e asaj besoj që fundit vota në kuti ka rëndësi. Diku ka kanë ndoshta po thona ne një gjetje jo krejt pozitive, paktën këndvështrimi gjithmonë është opinioni jam. Sinqerisht, domethënë një lloj fushate më të çuditshme se këtë nuk kam pa ndonjëherë. Jo, Simon, duke e krahasuar me fushatën e 2021-shit ku lufta brenda llojit ishte shumë më e fortë, nuk shoh një përplasje midis kandidatëve. Domethënë, kjo eliminimi numrave individual, domethënë e ka eliminu goxha edhe pjesën e luftës brenda llojit, që në këtë kontekst kjo fushata shumë më e qetë, sepse nuk ishte në 2021 nuk ishte problem kundërshtari, ishte problem ke një pjesë, pra ke një pjesë pra Partinë Demokratike e cila është e undt me marrë në pushtet, sa ka 12 vjet në opozitë, është e uritur për marrë në pushtet dhe po luftojnë të gjithë, qoftë me marrë votë individuale, qoftë me marrë votën për partinë, ka vende tek tok në një kështu grec, a kupton që jasi se s'po përsërisin gabimet e 2021-shit, a kupton? Dhe në anën tjetër ke Partinë Socialiste që pjesën më të madhe të listës ke që janë out krejt fushatave, s'kanë basi fushat një tyne. Jo, Simon, ti s'mundesh me thanë, sepse ke Frokun që e ke deputet, domethënë, dhe që ka marrë goxha vota, sikur se ke edhe Dona, domethënë, që ka qenë edhe drejtuese politike, që e ke po ashtu të pjesë. Mandaj ke edhe pjesë strukturave, domethënë, pavarësisht se Po pra, bojari i strukturave. Mirë, okay, bojari, ajo ka qenë mandaj gjetje e kryeministrit kuptimin për me rinovu partinë edhe me zgjeru rrethin. Po mirë, Onidi e njeh terrenin, sepse 2 vjet ishte në kryetar bashkie. Po ja është teknician. Pra dakord në nivel. Po pra, por nuk janë njerëz politik. Po këto janë zgjedhje politike, Brun. Po mirë, njerëz të cilët janë të gjitha llojet, sepse ke edhe njerëz nga struktura, sikurse ke edhe më domosdoshmërisht domethënë. Dhe nga ana tjetër ke forcat tjera politike, të vogla, forcat e vogla politike, të cilat thojmë ne tjere, po s'bajnë asgjë tjetër. Po mirë, në listën e mbyllur, dakord, domethënë, për ashtu se edhe Greta, domethënë, përvoja e dytë është. Në kuptimin e asaj, sepse rinovon mandatin për herë dytë. Pavarësisht domethënë, okay, se ka kenë pjesë e strukturave të Partisë Demokratike. Ose sa ka kenë përfshime. Pra mirë, ideja është domethënë, dakord, pra, po zonën e Dugaxhinit që muloi herën e parë, domethënë nuk mund thona që kishte ndonjë përvojë të vallë në pjesën e mulimit të kësaj zone. Pra, ajo është gjithmonë përvoja fitohet. Sa vota ka Dugaxhini, morse në abat? Sa Shangaj? Se kam për pjesën e Dugaxhinit, du me propunën më thanë që absolutisht për që janë strukturat. Kandidati është me bashkërendu. Cila forcë politike, pas sytë e ballit, me trego sakt, ka struktura që funksionojnë normalisht.
Partia Socialiste i ka, nuk I e di ka për pas, Partinë nuk i ka Demokratike. ma. Partia Socialiste strukturat me largimin në vitin 2009 dhe kënej s'ka pas ma struktura politike. Këtë ka pas të këtuk njerëz individ që kanë punu, s'ka ma struktura. Partia Demokratike po mundohet t'i ringrej dhe po mundohet që t'i forcoj strukturat e veta. Po jena në fushat, a dosh me kanë të ngritur. Po mundohet t'i ringrej, i ka ringrit strukturat dhe i ka, por nuk ashtë, sepse i ka pas fiktive. Pse i ka pas fiktive? Sepse duke pas pushtetin, duke pas bashkin, aty kanë nga nërhat, që flasim. Të njëjtën situatë, por ama që ka struktura Partia Socialiste, nuk mund është me thanë që nuk ka, sikur se dhe Partia Demokratike, unë jam dakord. Pavarësisht se kjo situata me bashën e në Shkodër e njëri i tjetër me këto strukturat paralele është e sa tjetër. Në ato fotot që dalin në për Facebook, të shi mos të himë në përmenë që janë foto reale, foto në përzyra, ka nuk ka zyra dhe ishe. Keni marrë disa nga PD-ja. Kaloj, ke edhe të të darë si ke disa këso trambe, disa nga PD-ja, disa ka një nga PS-ja se pak nashën me PS-ja ka nartë të PD. Mirë, u i qarkullon, se ndryshe qelbe, du më thanë, por strukturat janë. Strukturat politike të partive politike në Shkodër nuk funksionojnë dhe nuk kanë funksionuar. Asë edhe njëherë. Janë mobilizu në kohë zgjedhjesh, flasë që nga viti 2009 dhe këndej. Mirë, ajo është tjetër gjatë, do më thanë, shika, sistemi zgjedhor është dëmtu, do më thanë, sepse vetë të dy liderat e Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike me marrëveshjen që banë në 2009, do më thanë, e forcun edhe ma shumë pozicionin e liderit, duke kriju këto listat e mbyllura njërin e tjetrën, dhe duke dobësu forcen e strukturave apo të bazës, dhe më thanë. Dhe vendimarrja pra kaloi piramida mrapsh, dhe më thanë. Kuptimin e asaj që vendimarrja merre gjithmonë nga liderat dhe nuk është me bazë gjanë, dhe më thanë, në nivel strukturash apo të antarësis, sikur se ka kënë ma heret. Në këtë kontekst, dhe më thanë, demokracia mbrëmshme e partive politike është dëmtu. Dhe më thanë, edhe të Partia Demokratike edhe të Partia Socialiste. Dhe fakti, dhe më thanë, që u luftu për listat hapura, unë e kam shtet televizje, sepse automatikisht i kryon, dhe më thanë, jep një frimarje, jep një frimarje të madhe, dhe më thanë, forcave politike, sepse absolutisht edhe prurjet janë cilësore, domosdoshmërisht sasiore. Bruna, ne nuk jemi ende gati për listat hapura. Ne ishim mërë Simon me listat hapura, ne ishim plotësisht gati, dhe më thanë, më përpara ose me sistemin majoritar. Gjithse si kjo është temë tjetër, dhe më thanë, jena një situatë tjetër. Po du me përpunën asaj që strukturat sot, dhe më thanë, jo, se ishte puna fiktivitetit. Pra me, dhe më thanë, në kjo fiktiviteti, sepse normalisht, dhe më thanë, liderat sipër, jo se nuk e kanë informacionin, a kupton pa ato, gjithë shka e studiojnë makro. Ideja, dhe më thënë, e numrave në Shqipëri, në total, ato bëjnë matematike në mandate e njën e tjetën për nesë, më dhe me formu qeverine, ato aliancat e mundshme njën e tjetën, kurse mikroja, dhe më thënë, është gjithmonë në bazë. Dhe në këtë kontekst, forca e bazës ka hub që në momentin që u vunë listat e mbylluna, sepse nuk me thanë, vendimadhi rria thuj se zero, pra në propozimet nuk mund vi nga poshtë, po jo detyrimisht çfarë propozohet nga baza, ma me miratohet në qendër. Me raste të ralla mund të ketë në një kandidat që është miratu nga baza dhe të ketë ka... Sikur se dhe primaret, që mund të edhe strukturat e partive kanë qenë fiktive gjithmonë, sepse që ndolte në strukturat e partive politike, për shkak të numrit të përfaqësuesve në kongreset e partisë, në bazë të numrit të antarësisë, se tjerë si i kanë forcat politike ndër vite, shto mille, shto uj, shto si edhe ka arë fundi i punës. Pastaj, kur doshin disa grupe caktura, individesh për të marrë dhe për të sundu, themi kështu, për të marrë primatin partija, se për të pas numrat caktura në kryesi, për të regullu kryesit e veta, për interesat veta personale, shtonin fiktivisht njerëz në grup seksione, në organizatat partijës, e tjere, dhe pastaj vjen kjo lloj mishmashit. Pra, nuk ka ekzistu, sepse këtu i ke çdo gjë fiktive, mos mendoj. Mendoj që forcat politike, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, realisht nuk mendoj se duhet të kenë më shumë, nuk mendoj se duhet të kenë më shumë se 1200-1300 antar. Antar, tamam sakt. Shiko, Simon. Se, jo, prit. Bruna, sa komisioner duhet, sot duhet 1000... Më me varet se sa të nivelli rekrutimit, të më thanë. Sa komisioner duhet për çdo qendër votimi? Duhet 1250 komisioner. Se më varet se ti mas formull, tek qef, të më thanë... Dakor, po pa marim rumullaksim 1200. Edhe 411
vëzhguz, nga një vëzhguz, po thëmë për qëndër votimin, e gjithë pra në 400-250 duket ka. Unë di për shembull që Partia Demokratike ka pas vështirësi me i plotësuar me komisioner. Këtë radhë. Nuk e di se sa është e vërtet, po paktën nga burime zyrtare unë e di që ka pas vështirësi. Nuk më duket, nuk më rezulton. Paktën sa kam informacione, në besoj kam shumë sakta për unë. Nese, se u fokusuam shumë te dy forcat e mëdha. Mos harrojmë kemi TPS-ja kam dhënë TPD-ja. Simon, mos harrojmë në Shkodër kemi edhe një faktor të tretë, që është Partia Social-Demokrate. Si e shihni këto zgjedhje? Sa prezente duket jo shumë aktive në fakt në terren me takime. Por fushata e social-demokratëve asnjëherë nuk ka qenë më thënë gjithmonë ka shfrytzuar këtë pjesën jo detyrimisht me kamera, detyrimisht e dukshme, do më thënë me këto takimet pompoze. Ai bën një fushat hapjet, një fushat mbylljet, mandaj pjesa tjetër është në terren. Do të thënë këtë model ka pas gjithmonë zoti Doshi në fushatat e tij, domethënë është tradicional. Ai grupi politikanëve të cilët as nuk shfrytëzojnë WhatsAppin, nuk janë maraklime, jo, sepse detyrimisht domethënë janë disa politikanë ose siç ka qenë Paulin Sterka e tjerë, domethënë të cilët kanë ato metodat e vjetra tradicionale që njerëzit duhet me i taku dorë në dorë, domethënë me shku derë në derë, me i pa në sy dhe jo detyrimisht me i çu këto mesazhet në WhatsApp apo në Instagram, më thash bile deri vonë Paulin Sterka s'ka pas as adresë ose profil dhe më thanë në media sociale. Kështu që në këtë kontekst edhe zoti Doshi më thanë është paka shumë e njëjti model. Por mendoj se votat aq janë. Sa do të shtrëngohen gjithë njëra tjetër forcë politike, votat aq janë, formula është ajo dhe plus minus vot pak ma shumë, pak mos harros edhe këto partitë e vogla, që kanë dalë një vot ta hek njëra, një vot ta hek tjetra dhe ju prishin punë dhe ka me met aty dhe më hanë puna. Bandaj të strategjit e fushatave, nuk është se ka ndryshu në gjatë madha. PSD-ja banë pët njëjtë në fushatë që e ka bëjë gjithmonë, banë ato takimet e mla kur dërë mi ba me treguat forcën e vetë, që e tregon. Nga nga tjetër Partia Socialiste po vazhdojnë atë fushatën me grupet vogla me eze, Partia Demokratike atë loj, një loj ndryshe fushat që krasu me zjedhë dhe me pashme, por që ndikimi në zjedhës i PSD-s nuk mendoj se do ketë në një rritje jashtëzakonisht madhe krasu me 2021. Sepse faktoret sot nuk janë në favor. Pse do të mendosh ti në favor? Është PS-ja që kërkon vota për vete, është PD-ja që kërkon vota për vete, dhe janë kandidat të caktuar të listave të hapura të cilët janë turë gjithë mbledh vota se cili për vete, dhe nga ana tjetër është PSD-ja që pra është një kundër të gjithëve dhe janë të gjithë kundër njëri tjetrit. Pra nuk është se ka ndonjë favor shumë madh. Në përmbyllje që ja premtoj do flasim pra për fushat. Dua një parashikim nga ju, si është një parashikim cinik, e dua në kokë, si ndahen mandatet në Shkodër? Nisim me ty, Bruna. Atëherë, unë e kam thënë edhe ma herët dhe paka shumë i qëndroj këtij parashikimi, do të kisha dashur më mirë, po gjithsesi, do të thënë, deri tani duke parë edhe ose duke sondazhe që mund të jenë bërë, do të thënë gjithmonë mendoj që është 5-4-2. Si ta kanë? 5-4-2, do më thënë. 5 Partia Demokratike, 4 PS-ja, pra do më thënë duke i qëndru rezultati që është aktualisht dhe 2 PSD-ja. Pavarësisht se si shta Simoni, është në një situatë jo fort mirë në këto momente, do më thënë edhe me këtë, le themi, përplasje në distancë, megjithëse ndryshojnë në retorikë kohët e fundit, do më thënë takimi që pati në Korç, pati një zbutje, Toma thanë, unë nuk do të bëj koalicion me Berishën, por vetëm me zotin Rama. Dhe ndoshta do më thënë, sikur janë zbuti fije edhe këto gjakrat, edhe mund t'i jepet ma shumë frymare, do më thënë, sepse ka pas një situatë jo fort këndshme, edhe me qoftë edhe në Këshillin Bashkiak në Shkodër e tjerë. Por megjithatë unë mendoj që ky rezultat ka me kënd, do më thënë, 5 Partia Demokratike, pavarësisht se është në lojë edhe Partia Bashës, por jo ashtu me rreziku një mandat, nuk mendoj ata mund të finalizohen me një mandat në Shkodër.
Ti Simon, si mendon? Do të thënë, Cinike në kokë. shumë cinike, krejtësisht cinike në bazë edhe të luftës që po bëhet, në bazë edhe të sondazheve ndryshme që po bëhen, edhe ato se çfarë shihet, domethënë. Shoh një, domethënë, PD-ja shumë më afër mandatit 6, se sa që ka qenë në 2021, është shumë më afër. Mandatit 6, dakord. PS-ja është shumë më afër mandatit 4, që nuk është ndonjë çudi që të shkohet edhe tek mandati i 5 i PS-s, a kupton? Ndërkohë që PSD-ja nuk e shoh se mund të kalojnë më shumë se një mandat. Mund të afrohet diku, po mund ta betonojnë një mandat dhe kaq. Ka një arsye pse mendon kështu? Po ka shumë arsye. Me kryesorin. Po kryesorja është sepse ti ke bashkëqeverisë me Partinë Socialiste 12 vjet dhe një ditë bukur thosh nuk mund të jetohet me një ndihmë ekonomike 60.000 lekë. Dakor? Njerëzit këtu janë, këtu kanë jetu. A kupton? Dhe automatikisht një ditë bukur, një muaj para zgjedhjeve më ran mend që tillnohem me atë me cilin kam bashkëqeverisë. Mirë, ju premtoj që do e vazhdojmë një studio tjetër me hapësirë kohore më të gjerë për të diskutuar për fushatën, kur kanë mbetur edhe 10 ditë. Faleminderit që ishit me mua sot në studio. Faleminderit dhe ju. Faleminderit. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ditën e sotme këtu në studio hapur me mua Teodor Gjergën. Ju ftoj të ndiqni programacionin e vijim. Bashkë mirë takohemi.